Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë një deklaratë të fortë gjatë një konference për mediat, duke akuzuar ministrin e drejtësisë Ulsi Manja dhe Xhevdet Troplinin, të njohur ndryshe edhe si Poja i Durrësit, se kanë vizituar kryebashkiakun Erion Veliaj në qelinë e tij. Kjo akuzë ka ngritur shumë pikpyetje dhe ka sjellë shqetësime mbi lidhjet e mundshme mes individëve me ndikim në politikë dhe botën e krimit, dhe se si këto lidhje mund të kenë ndikuar në trajtimin e privilegjuar të Veliajt, i cili është në burg për akuzat për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Sipas Berishës, Ulsi Manja ka vizituar Veliajin dhe ka siguruar një trajtim të ndryshëm për të, duke i dhënë atij një standard të privilegjuar, i cili është në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e burgut. Uluziu shkon në para 8 ditësh, shkon në burg dhe i përcakton një kuadër të ndryshëm nga të burgosurit tjerë, por tani unë do të them shqiptarve, ta din mirë, se para Uluziut, në ora 11:30 apo 12 natës, në qelinë e Erion Veliaj, ka shkuar sipas burimeve shumë të besueshme, Poja. Po, dhe Poja i ka diktuar kodin atij. Një lloj, siç kam denoncuar takimin me të burgosur qeveritar të tjerë. Poja është Xhevdet Troplini. Por kush është Xhevdet Troplini, Poja i Durrësit? Xhevdet Troplini, i njohur në Durrës si Poja i qytetit, është një personazh me histori të gjatë në politikën dhe biznesin e Durrësit, dhe emri i tij është i lidhur ngushtë me ndikimin dhe pasurinë që ka krijuar. Ai është një nga ata individ që, megjithse ka qëndruar mjaft i fshehur nga mediat, ka një ndikim të madh në Durrës dhe madje edhe në Tiranë. Të gjithë e njohin Troplinin si një njeri me shumë lidhje, sidomos në rrethin e pushtetit dhe biznesit. Një prej ngjarjeve më të njohura që ka tërhequr vëmendjen për Troplinin është vizita që presidenti i asaj kohe, Ilir Meta, i ka bërë biznesit të tij disa vite më parë, një vizitë që u dokumentua dhe bëri xhiron e mediave. Megjithatë, emri i Troplinit është lidhur edhe me një tjetër ngjarje të bujshme që ka pasur pasojë në sistemin e drejtësisë. 2 vite më parë ai u bë objekt i hetimit të OFL-s, ku dyshua se kishte mundur të akumulojë pasurinë përmes aktiviteteve të palishme. Xhevdet Troplini ka patur një karrierë të diskutueshme pasi është arrestuar në vitin 2006 për trafik droge, ndërkohë që ka në pronësi disa biznese, përfshirë pularinë e njohur O Vital. Një ngjarje e cila tronditi opinionin publik ishte kapja e 3 milionë eurove kesh në shtëpinë e Xhevdet Troplinin nga SPAK vetëm një vit më parë. Foto të bëra publike të parave të sekuestruara në banesën e tij bën xhiron e rrjetit, duke krijuar dyshime të forta mbi burimin e kësaj pasurie. Për familjen Troplini, këto para ishin të ardhura nga aktiviteti i pularisë, por hetimet janë ende në proces, ndërkohë që është kontrolluar edhe shtëpia e nipit të Xhevdet Troplinit, Ervis Doçi, i njohur ndryshe si Visi i Pojës. Ervis Doçi është një person tjetër me lidhje të forta në Durrës dhe është përfshirë gjithashtu në disa aktivitete të cilat lidhen me familjen Troplini. Kthimi i shikimit te vizita e Xhevdet Troplinit në qelinë e Erion Veliajt nuk është diçka e rastësishme. Pavarësisht statusit të Veliajt si një politikan i rëndësishëm dhe figurë kyçe e Partisë Socialiste, vizita e Troplinit, një personazh i njohur për lidhjet e tij të forta me krimin e organizuar dhe pasuritë e dyshimta, ka ngritur pikpyetje të shumta mbi natyrën e këtyre marrëdhënieve dhe ndikimin që ato mund të kenë në politikën dhe drejtësinë shqiptare. Akuzat e Berishës janë të qarta. Kjo vizitë, së bashku me trajtimin e privilegjuar të Veliajt, mund të tregojnë se ka një lidhje të thellë mes njerëzve të fuqishëm të politikës dhe botës së krimit, një lidhje që mund të ketë ndikim të drejtë në sistemin e drejtësisë dhe administratën shtetërore. Në këtë kontekst, përpjekjet për të mbajtur një qetësi në lidhje me këto vizita dhe aktivitetet e Troplinit janë gjithashtu shqetësuese, pasi ato mund të jenë një përpjekje për të fshehur lidhjet që mund të kenë pasojë të rënda për imazhin e politikës dhe drejtësisë në Shqipëri, dyshimet për korrupsion dhe favorizim të shoqëruara me ndihmën e individëve si Xhevdet Troplini, kërkojnë një transparencë të plotë për të shmangur çdo dëm të mëtejshëm
për institucionet e shtetit shqiptar.